Partia Demokratike ka njoftuar tërheqjen nga procesi për zgjedhjen e avokatit të popullit duke shprehur pak kënaqësi mbi mënyrën se si po zhvillohet votimi. Kryedemokrati Sali Berisha deklaroi se përfshirja e Endrit Shabanit në listën e kandidatëve dhe mundësia që shumica parlamentare të votojë këtë emër i kanë bërë demokratët të refuzojnë pjesëmarrjen. Për kandidatura tjera përveç kandidaturave të përzgjedhura vetë, të cilat janë Besim Rajoni, Adriana Kalaja, Jola Hysaj, futën kandidaturën e tyre, i cilin kuadrin e 27 kandidaturave kishte marrë firmat, por ne i tërhoqëm firmat. Dhe Uluzim Manja thotë se nuk njoh tao, me Uluzim nuk njohim tërheqjen e firmave. Arrin gjerë në këtë deklarat të turpshme për të nxjerrë atë që thotë Edi Rama, kështu që ne tërhiqemi totalisht nga procesi. Ne nuk jemi më palë. Kryeministri akuzoi se gjykatës kushtetuese po i bëhet presion. Por të diktuar kësaj gjykate vendimin e Edi Ramës me të cilin po bllokon luftën kundër korrupsionit për të mbrojtur veten e tij dhe Lubi Ballukun nga vjedhja e 50 milion eurove në tunelin e Llogaras. Sulmet nga gjykatës kushtetuese në këtë çështje janë të papara ndonjëherë në historinë e këtij vendi. Kërcënimet, paritja dhe metoda të tjera kriminale po përdoren nga mëngjesi gjendar. Me shqetësim foli edhe për projektligjin e amnistisë fiskale, që sipas Berishës i hap rrugë pastrimit të parave. Ka sankcionuar amnistin për paratë e drogës, krimit, jo vetëm të karteleve të fuqishme shqiptare, të kokainës dhe kanabisit, por dhe ortakëve të tyre në Amerikën Latine. Në ligj të cilin Edi Rama, atë që nisi 2 vjet më parë, e bitisi në mandat e 4, në të cilin 2 miliard euro droge shtrohen në vota dhe vota shtrohet në 2 miliard euro droge. Kryetari i Partisë Demokratike paralajmëroi për pasojat të rënda financiare dhe politike, duke theksuar se falja e detyrimeve arrin deri në 2 miliard euro dhe se janë 200.000 biznese që përfitojnë, nga të cilat 80.000 janë aktive, çka sipas tij tregon se procesi synon të shndrojë kapitalin kriminal në fuqi elektorale.